Rregulla e suksesi. Vendos qëllime të qarta dhe të matshme. Krijo një plan veprimi për të arritur ato qëllime. Qëndroj disiplinuar dhe i përkushtuar. Mëso nga dështimet dhe gabimet. Puno me pasion dhe motivim. Rrjedh me një mendësi pozitive. Zhvillo aftësi dhe njohuri të reja vazhdimisht. Menaxho kohën në mënyrë efektive. Rretho nga njerëz të suksesshëm dhe pozitiv. Bëj sakrifica kur është nevoja. Jeto me integritet dhe ndershmëri. Mos u frikson nga sfidat dhe ndryshimet. Pëlqej të mësohesh dhe të rritesh personalisht. Jeto me qëllim dhe me pasion për atë që bën. Bëj prioritet gjërat e mira dhe shmang vonesat. Ruaj ekuilibrin mes jetës profesionale dhe asaj private. Krijo rrjete të fuqishme lidhjesh dhe bashkëpunimesh. Mos ndalo së kërkuari dhe së ëndruari gjëra madhështore. Beso në vetveten tënde dhe në aftësitë që ti i posedon. Këmbgulja është çelësi i suksesit. Zgjohu herët dhe filloje ditën me mendime dhe veprime të mira. Së don të jesh i suksesshëm, duhet të flasësh mirë, të mendosh mirë dhe të veprosh sa më mirë. Ashtu si sytë tanë kanë nevojë për dritën për të parë, mendjet tona kanë nevojë për ide që të krijojnë. Zgjohuni, çohuni dhe pohoni veten, ju ëndrrimtarët e botës. Ylli juaj tani është në ngjitje. Shumica e njerëzve të mëdhenj kanë arritur suksesin e tyre më të madh vetëm një hap përtej dështimit të tyre më të madh. Ju jeni mjeshtri i fatit tuaj, ju mund të ndikoni, drejtoni dhe kontrolloni mjedisin tuaj. Ju mund ta bëni një jetën tuaj ashtu si dëshironi të jetë. Për të qenë një yll duhet të shkëlqesh dritën tënde, të ndjekësh rrugën tënde dhe të mos shqetësohesh për errësirën, sepse kjo është kur yjet shkëlqejnë më shumë. Së pari vjen mendimi, pastaj organizimi i këtij mendimi në ide dhe plane, pastaj shndrimi i atyre planeve në realitet. Fillimi, siç do ta vëzhgoni, është në imagjinatën tuaj.